Dita speciale e premtja e madhe, sakrifica e dashurisë. Leximi i ditës, Ungjilli sipas Gjonit 19. Vargu kyç, u krye. Shpjegimi. E premtja e madhe është dita më e dhimbshme, por dhe më e fuqishmja në historinë e besimit. Është dita kur Jezusi u kryqëzua. Ai u përqesh, u rrah dhe u dënua pa faj. Por kjo nuk ishte humbje, ishte sakrificë, ishte dashuri, ishte çmimi për mëkatet tona. Kur Jezusi tha u krye, ai nuk po thoshte fundin e gjithçkaje. Ai po shpallte fitoren mbi mëkatin, fitoren mbi vdekjen, fillimin e shpresës për njerëzimin. Kryqi duket si dhimbje, por në të vërtetë është dashuria më e madhe që është dhënë ndonjëherë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit. O Zot, faleminderit për sakrificën që bëre për mua. Faleminderit që more mbi vete dhimbjen time, mëkatin tim dhe barrën time. Më ndihmo të kuptoj thellë dashurinë tënde. Mos lejo që të harroj kurrë çmimin që u pagua për jetën time. Më jep një zemër mirënjohëse dhe një jetë që reflekton dashurinë tënde çdo ditë. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.